Me këtë marrëveshje midis Shqipërisë dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, apo krijon Edi Rama terrenin e duhur për të zhvilluar vitin e ardhshëm samitin e Aleancës Atlantikut në Shqipëri dhe për ta sjellë Trumpin pra në Shqipëri, ashtu siç ndodhi në Ankara në samitin e fundit, edhe pse NATO në njoftimin e saj nuk e përmendte Tiranën si destinacionin e ardhshëm për të mbajtur samitin e NATO-s, çka ka krijuar pikpyetje në këtë rast. Dhe me këtë marrëveshje, a e ka tejkaluar Edi Rama këtë gjë? Siç e thatë dhe vetë, ju e dhatë vetë përgjigjen. Pra, pyetja apo merret Edi Rama të fusi në xhep Donald Trumpin, që ta bëjë Donald Trumpin që të vinë në Tiranë, është një pyetje e me mendsinë e gabuar. Samiti i NATO-s do të ndodhë në Tiranë nëse merret vendim, nëse ka arsye. Dhe ky vendim nuk do të merret as nga Edi Rama, as nga shteti shqiptar, se nuk pyet njëri për shtetin shqiptar. Shteti shqiptar është antar i NATO-s, antar dytësor i NATO-s, sepse një pjesë të mirë të informacioneve sekrete nuk i kalohet shtetit shqiptar, sepse nuk është i besueshëm. Pra, nuk është çështja që hajde tani të marrim, të fusim ndonjë mik ose ndonjë njeri që e njohim, ndonjë shokun ton, presidentit Trump, edhe ta bëjmë samitin e NATO-s në Tiranë. Mirë, po fakti që kjo është mendësia që sundon në Tiranë, që njerëzit presin gjëra të tilla, është njëri nga shqetësimet më të mëdha të kësaj periudhe, sepse njerëzit ende vazhdojnë mendojnë me mendësinë që ju shtjen në kokë Paria e Tiranës. Paria e Tiranës përpiqet që t'i bëj njerëzit të mendojnë se ata janë strumbullari i të gjithë problemeve ndërkombëtare, ndërkohë që asgjë nuk është e vërtetë nga kjo. Është e vërtetë, siç thatë ju, që NATO nuk e lajmëroi që samiti i ardhshëm do të jetë në Tiranë, pra ka shumë ujë, do të rrjedh shumë ujë deri atëherë, problemet ndërkombëtare janë shumë të thukta. Fuqitë e mëdha janë duke u marrë me probleme shumë më të mëdha se sa Shqipëria, por do t'i vi radha një ditë edhe Shqipërisë, dhe kur t'i vi radha Shqipërisë, ajo që nuk thuhet, ajo që fshihet me anë të këtyre cicmicave mediatike, është pikërisht kjo, që ne jemi në një pozicion jashtëzakonisht të pavolitshëm, jemi me një shtet cili i ka rënë kallaj, jemi me një qeveri që ka humbur legitimitetin, me një opozitë që nuk frymëzon kënd, dhe me një protestë në shesh ku populli kërkon mënyra herë më të qarta dhe herë më të paqarta që të ndryshojë sistemi. Kjo është ajo që mund të quhet realiteti. Ky është realiteti me cilin përballemi ne. Të gjitha të tjerat pastaj që do të merremi ne me NATO, do të zgjidhim problemet ndërkombëtare, do të bëhemi strumbullari i zgjedhjeve, ato pastaj janë propagandë që vetëm të marrët mund t'i besojnë. Në këtë rast, pikpyetjet për mbajtjen e samitit NATO-s në Shqipëri kanë të bëjnë me vetë sigurinë që mund të ofrojë Shqipëria, apo lidhen direkt me atë që po ndodh me protestat kundër korrupsionit qeveritar të kryeministrit Edi Rama? Përgjigjja e shkurtër është lidhen me mos seriozitetin e shtetit shqiptar. Askush nuk e sheh shtetin shqiptar si një aktor serioz. Ndaj dhe veprimet dhe vendimet merren në bazë të konjunkturave, pra nëse do të ketë konjunkturë që Shqipëria të jetë antari i radhës ku të ndodh takimi i pjesëtarëve të NATO-s, i antarëve të NATO-s, do të ndodhë. Nëse nuk ka konjunkturë, nuk ndodh. Por Shqipëria nuk shihet si një shtet serioz, siç ju thash më parë. Shteti shqiptar nuk shihet si një aktor serioz. Sjellja e shtetarëve tanë, atyre që drejtojnë shtetin dhe atyre që janë opozitë, e bën këtë jashtëzakonisht shumë të qartë, sepse ata sillen sikur të jenë në pazar duke shitur qep, dhe jo duke u marrë me çështje serioze të sistemit ndërkombëtar. Kështu që kjo është përgjigjja, sido që ta kthejmë dhe sido që ta bëjmë pyetjen, përgjigjja e vetme është kjo, që nuk na merr kush seriozisht, nuk i merr njeri këta seriozisht. Parinë e Tiranës e njohin, por merren me të sepse janë përfaqësuesit e shtetit shqiptar, dhe për sa kohë që përfaqësojnë shtetin shqiptar, me dikë do të merren tuajt, edhe NATO me dikë do të merret, por nuk është kjo një tregues i besueshmërisë as të qeverisë, e aq më pak të Parisë Tiranës në përgjithësi, sepse e din tuajt se kush është Paria e Tiranës dhe se çfarë shtetit kriminalizuar kanë krijuar.
Ndërkohë, ajo që po ndodh në Shqipëri me protestat dhe përplasjen me kryeministrin Edi Rama, por edhe aferat korruptive, duket se tashmë ka marrë vëmendjen edhe të Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili në një raport shkruante se vërtet protesta nisi për mbrojtjen e mjedisit, por nxori në sipërfaqe atë revolt ndaj korrupsionit qeveritar. Në këtë rast, ju si mendoni, a është piketuar Edi Rama nga Shtetet Bashkuara të Amerikës përmes këtij raporti si lider autokrat, pra me të cilin Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk mund të kenë shumë punë? Shikoni, sërish, raporti i Departamentit Shtetit thot disa gjëra të cilat janë reale, të cilat Departamenti i Shtetit dhe agjencitë tjera të Shtetit Amerikan i kanë njohur dhe i kanë ditur prej kohësh, kanë shumë më tepër informacion se sa nxirret në atë raport, për këtë të jeni të bindur, sepse derisa i njohim ne shqiptarët gjërat, domethënë mjafton të ulesh një tavolinë gazetarësh dhe gjithë pislloqet e mundshme të kësaj qeverie në këto vitet e fundit ti tregojnë një me emra, me mbiemra edhe me shifra. Kështu që për sa kohë din shqiptarët nëpër tavolina kafenesh, sigurisht mos keni asnjë lloj dyshimi që e din edhe shërbimet e të tjera. Por çështja e raportit të Departamentit të Shtetit nuk ka asnjë lloj dyshimi dhe ka qenë gjithmonë e njohur se kush është strumbullari i të keqes në Shqipëri. Departamenti i Shtetit dhe gjithë aktorët e huajt e din shumë mirë që Paria e Tiranës është ajo që është strumbullari i të keqes, që e ka çuar vendin në një kriminalizim të tejskajshëm, që e ka oligarkizuar ekonominë, që mban peng popullin shqiptar me anë të manovrave politike, ku njëri luan rolin e pushtetit, tjetri luan rolin e opozitës dhe pastaj ndajnë tortën. Pra, dhe i ka detyruar shqiptarët që të braktisin vendin e tyre, duke i vënë përpara zgjedhjes ose bëhu pjesë e pislloqeve tona ose largohu. Të gjitha këto janë të njohura, të gjitha këto janë pjesë e dosjeve të mëdha që ka Perëndimi për drejtuesit e shtetit shqiptar. Nuk është mirë me thënë, është turp që është kështu, po është realiteti kjo dhe ndaj duhet të thënë. Mirë po, për sa kohë që nuk i prishen interesat e tyre, duhet parë me shumë realizëm çështja e aktorëve ndërkombëtar. Aktorët ndërkombëtar pikës pari dhe pikës së dyti dhe pikës së treti deri nga prioriteti i 10 kanë interesat e veta. Ndoshta nga në prioritetin e 11 e sipër mund të shohin që inshallah bëhet mirë Shqipëria. Problemi i cilit do shtet serioz është që të shohin interesat e veta. Dhe nëse shqiptarët pranojnë të pocaqillëk, pranojnë këtë lloj qeverisje, pranojnë këta njerëz të cilët jo vetëm i kanë vjedhur gjatë 35 viteve, po tani vazhdojnë t'i vjedhin dhe kanë krijuar një shoqëri sklavëruese, ku shqiptarët janë sklavrit, ata janë sklavopronarët, atëherë të huajt nuk do të pastrojnë nevojtoret e shqiptarëve, ata thjesht do të mbyllin dyert që të mos vijë era keqe jashtë ambientit ku jetojnë shqiptarët. Pra, mos prisni që të vijë një vendim nga Departamenti i Shtetit që të thotë që Edi Rama është mafios dhe duhet hequr. Kjo nuk ndodh, nuk ka për të ndodhur. Ajo që do të ndodh, nëse shqiptarët do të veprojnë ashtu siç duhet, nëse do të rebelohen ndaj skllavërimit të mëtejshëm, nëse do të bëjnë një revolt qytetare kundrejt padrejtësive të gjithë këtyre viteve, kundrejt gjithë Parisë Tiranës, për të mos u lënë atyre shkas që të bëjnë një ripërzierje, atëherë mbështetja e ndërkombëtarëve ndryshon. Por ndërkombëtarët presin nëse populli shqiptar ndërgjegjësohet dhe për të thënë vërtetën, përvoja i mëson që shqiptarët kanë duruar deri më sot dhe ndaj dhe i vënë një kapak të madh dhe përpiqen që të mos ketë probleme që dalin jashtë asaj mjedisit ton. Për të tjerat nuk e vret shumë njëri mendjen, se kush i duhet ta vras mendjen për shtëpinë e vet. Pra janë shqiptarët zgjidhja, nuk vjen zgjidhja as nga Departamenti i Shtetit, as nga ambasada, as nga kushto tjetër. Disa ambasada janë armiqësore, ambasada e Shtetit Bashkuara është miqësore ndaj nesh, por nuk kanë për të qenë zgjidhje.